Jam sot këtu para jush për të shprehur shqetësimet e Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me dyshimet për cenimin e procesit zgjedhor në komunën e Mitrovicës. Procesi zgjedhor në komunën e Mitrovicës është shoqëruar me presion të madh, me ndërhyrje në proces dhe me përdorim të institucioneve të shtetit dhe ndikim të votuesve. Kjo është vërejt edhe në ditën e votimit, kur i gjithë kabineti qeveritar ka qëndruar në komunën e Mitrovicës. Gjatë ditës djeshme, komisionerët tonë, gjatë procesit të numërimit, kanë vërejtur pa rregullsi të rënda. Fletvotimet me një numër sërish caktuar, që i takonin një klase, janë gjetur në klasën tjetër, madje edhe në qendra tjera të votimit. Pra, ka pasur bartje të një fletvotimi nga një klasë në klasën tjetër dhe nga një shkollë në shkollën tjetër. Me të marrë këtë informacion, komisionerët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë alarmuar menjëherë organet e rendit dhe të drejtësisë, ndërkaq dy përfaqësuesit tanë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë dalë në vendin e ngjarjes. Si pasojë dhe si tashmë e dini, procesi i numërimit në komunën e Mitrovicës është ndërprerë. Bartja e fletvotimeve nga një vend në vendin tjetër, nga një klasë në klasën tjetër, nga një shkollë në shkollën tjetër, nuk ka guxuar të ndodhë, sepse kjo bie ndesh qartazi me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të njohura tashmë. Kodi që ndodhet në fletvotime shërben si element identifikues i vendvotimit dhe fletvotimit, si dhe si mekanizëm sigurie për të parandaluar bartjen e fletvotimeve nga një klasë në klasën tjetër ose nga një shkollë në shkollën tjetër. Ky kod është një element themelor i integritetit zgjedhor që mbron vullnetin e lirë të qytetarëve nga çdo tentim manipulativ. Rastet konkrete të konstatuara me këtë parregullsi janë si në vijim. Në shkollën Abdullah Shabani janë gjetur 3 fletvotime që i takonin një klase tjetër. Në shkollën Ismail Qemali është gjetur një fletvotim që i përkiste qendrës së votimit në Universitetin Isa Boletini. Në një klasë tjetër në shkollën Abdullah Shabani është gjetur një fletvotim që i përkiste qendrës së votimit në shkollën Migjeni. Ndërkaq në shkollën Migjeni është gjetur një fletvotim që i përkiste një klase tjetër dhe ishte vendosur në një klasë tjetër. Pra, në aq kuti sa janë numëruar deri tani në Mitrovicë, është vërejtur se ka fletvotime të shumta që janë bartur nga një klasë në klasën tjetër dhe nga një shkollë në shkollën tjetër. Këtë herë dështimi i KQZ-s është edhe më i madh, më serioz dhe absolutisht ndikues në procesin zgjedhor dhe në rezultatin e këtij procesi. Të gjitha këto janë shkelje të qarta të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Partia Demokratike e Kosovës, përveç denoncimeve të bëra dhe dorëzimit të fakteve pranë organeve të rendit dhe drejtësisë, sot do të dorëzoj do dorëzoj ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa, të cilit do t'ja bashkangjes të gjitha provat relevante nga ky manipulim, deklaratat e komisionerëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe me këtë rast kërkojmë që pashtu kamerat që ndodhen në klasa të administrohen si prova edhe pranë prokurorisë së shtetit. Partia Demokratike e Kosovës siguron qytetarët e Kosovës se do të ndjek çdo rrugë ligjore dhe institucionale për të garantuar që e vërteta e plot të dalë në dritë dhe çdo aktor që ka marrë pjesë në këtë manipulim dhe prishet procesit të japë përgjegjësi para organeve të shtetit të Kosovës. Vota është e shenjtë, demokracia jonë është e shtrenjtë dhe PDK do ta mbrojë deri në fund vullnetin e qytetarëve të Mitrovicës dhe integritetin e procesit zgjedhor në Republikën e Kosovës. Edhe nëse pranojmë faktin që është një gabim teknik, kjo nuk e shbën faktin që Mitrovica duhet shkojë në rivotim. Një gabim teknik i cili ka ndikim përmbajtësor në rezultatin e procesit zgjedhor,
nuk mund të lihet vetëm si i tillë për pa u sanuar. Sanimi këtu mund të ndodhë vetëm me rivotim. Ajo që dua të them është kjo: dy përfaqësuesit tanë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, me të marrë informacionin nga komisionerët tanë në Mitrovic, kanë shkuar atje, janë angazhuar me mua, me gjithë ekipin ligjor dhe të tjerë, me kryetarin Krasniqi dhe me të tjerët, për të punuar që e vërteta të zbardhur. Mendoj që ata kanë kryer detyrën e tyre ashtu siç i kërkon ligji dhe siç i kemi kërkuar ne.